Drejt përfundimit, puna për vendosjen e tapetit të ri të stadiumit flamurtarit të Vlorës. Gjithçka po ecën me ritme të shpejta, ndërsa pritet që kjo punë të përfundojë shumë shpejt dhe Vlora të ketë një stadium të ri në nisje të sezonit futbollistik. Është një kantir i hapur ndërtimi, jo vetëm me tapetin e ri, por edhe me tribunat të cilat do të jenë gati për startin e kampionatit në muajin gusht. Një investim i cili pritet që të ndryshojë pamjen stadiumit flamurtarit të Vlorës, kur tashmë skuadra ka hyrë në Super League. Drejt përfundimit, puna për shtrimin e tapetit të ri në stadiumin flamurtarit të Vlorës, fusha përshtrohet nga specialistë shqiptar dhe grek që kanë ardhur posaçërisht për të punuar në të. Tapeti me bari natyral mbërriti nga Greqia, ndërsa është një cilësi tepër të lartë. Stadiumi flamurtarit të Vlorës është shndërruar tashmë prej ditësh në një kantier ndërtimi, ndërsa po punohet në të gjitha frontet, përfshi këtu edhe tribunat që do të bëhen të gjitha të reja. Pamjet janë të kësaj të premteje, e sikundër ndihni investimi po ecën me ritme të larta. Presidenti i klubit të futbollit flamurtari, Sinan Idrizi, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+ Vlora, flet për të gjithë investimin në stadium që prek tribunat, por edhe ndriçimin. Idrizi thekson se është ndërhyrë në stadiumin për të treguar që ditën që do të shembet për shkak të ndërtimit të stadiumit të ri, stadiumi aktual të mos jetë i degraduar. Presidenti i klubit thekson po ashtu se ditën që do të nisë kampionati, ky stadium do të jetë një gjë krejt tjetër. Do të jetë një investim që disa më quajnë si investim të kotë, sepse stadiumi do të prishet edhe pas një viti. Mund të jetë edhe kështu, ne kemi hyrë tash në të gjithë stadiumin. Do të thotë që pasi mbaruam fushën, tani do të fillojmë gjithë tribunat, duke ndërruar gjithë sistemin e stolave, duke krijuar nga pjesa C një tribunë dhe një klub tjetër për tifozarinë tonë. Gjithë sistemi i ndriçimit do të jetë komplet i ri. Sistemi i reklamimit do të jetë një sistem i tipit LED, nga më të mirë. Ekrani i madh që do të transmetojë ndeshjet do të jetë një gjë tjetër. Tribuna qendrore një gjë tjetër. Të gjitha këto me një histori dinjiteti siç ka jep flamurtarit. Pra kemi ndryrë në stadium thjesht për treguar që ky stadium dhe ditën që prishet nuk do të jetë si një stadium që ikën i rënuar. E kupton, ju kujtohet kur u prish stadiumi i Vllaznisë, që ishte degraduar komplet. Ai tjetri ishte degraduar komplet. Ne nuk do të bëjmë stadium degraduar. Ju keni për të parë që ditën e fillimit të kampionatit, inshallah, do të shikoni që ky stadiumi do të jetë një model krejt tjetër. Pra do të jetë gati për ditën e parë. Po thash inshallah, ne bëjmë punën tonë, të tjerët janë. Flamurtari do të ketë në nisje të sezonit të ri futbollistik një stadium krejtësisht të ri, që nga fusha e deri tek tribunat. Këtë vit me rikthimi në Super League pas 5 vitesh, klubi do të ketë edhe buxhetin më të madh, plot 5 milion euro.